kandidatët bëshin, partitë e mëdha bëshin bashkë, komisionerët, dhe i hiqin vota partive të vogël. Për shembull, ja kanë bërë G99-s në 2009. Do t'i më me Gonsheja që shkoj Gonsheja atje s'ka një... Jo, ja kanë bërë në 2009-ën... Si bën që i shpëtimi Drizit, nuk ja futën Tiranë, mandatin Tiranë. G99-s ja kanë bërë në 2009-ën, që i kanë hequr mandatin në Berat. Dhe çfarë ndodhi është Drizit 2017 në Tiranë. Mandatin 18 i Partisë Socialiste, jo pak vota, votat i morën, po s'ka lë dot pragun 3%. Ben Blushit ja bën të tillë. Beni ishte tjetër, Beni ishte larg mandatit të burr. Po flas, shpëtimi ishte për punë 10 votash bëhe fjalë për diferencë. Nuk ka lë dot pragun 3% dhe iku mandati, mori 18 mandate 2017 pse janë në Tiranë. Pra, nga 16. Pra, çfarë ndodh është që partitë e mëdha që kanë komisionerët kanë rënë për herë dakord sipas zërave dhe sipas tyre fakteve që po themi, që mos e lejojnë një parti të vogël që marrë mandat kur e kanë parë që është rrezikuar, por në asnjë rast ose në ato raste që mund të kenë ndodhur që mund të jetë korruptuar nga socialistët apo nga demokratët, një komisioner ose grup komisionerësh është hesap tjetër, por nuk e bën komisioneri që të ta firmosë diçka në disfavorin e vet. Tani doktori i ka zgjedh vetë ato komisionerët me sa diun. Nuk e kemi doktori kupton Partia Demokratike, pra nuk kemi një administratë zgjedhore të depolitizuar që do ishin ku diun se çfarë dhe ta akuzonte ai. I ka zgjedhur vetë, ka çuar më të besuarit atje, ata kanë firmosur çdo proces verbal dhe kemi këtë rezultat që kemi. Është praktika dhe kërkesa që të jenë depolitizuar. Patjetër, jo, është nga Odiri, por nuk po bëhet, se Basha nuk e bëri atëherë, se thash, edhe s'ka faj. Basha e kërkojmë. Ne jemi, jo, Basha e votimin elektronik edhe këtë. Basha ka qenë kundër kur i është propozuar në vitin 2021. Kjo sepse kishte i drejtë që administrata Bashës e kërkoi votimin elektronik me jo depolitizimin e administratës zgjedhore. Bashkë me votimin elektronik ishte edhe kjo. Nuk kanë dakord. Po nuk kanë rënë dakord. Kanë rënë dakord, mos bien dakord për ta lënë kështu dhe e kemi kështu. Ishte si ajo te reforma zgjedhore në 2021 që ran dakord, pastaj i futi një X Rama në atë kohë edhe po tani ç'do bëni? Shko, ka diçka nëse ne edhe fakt ne qeshim sepse situata është vërtet tragjike. Nuk qajmë do të se nga mbaru lotë. Jo, po s'kemi qatë qajmë nëse tani ne s'do qajmë për hallet e tyre, ne qajmë për hallet tona. Jo, do qani për hallet e komisionerve se i morëm qatë. Tani, jo që i hapën kutit se do ikin gjithë në burg. Ata do më thënë, mendoj që janë edhe disa vota që do ikin. Se s'do jenë me, ata do mbushen, që ose prekin burgun, ata do mbushen edhe me mlef pësaj. Absolutisht. Dhe në këtë premis, imaginojë që prandaj duan ta depolitizojnë tani që në 10 të arshme... Pra tani, Flogert, situata do jetë e tillë që edhe komisionerët që do arrestohen, do keni narrativ që... Po nëse... Bëj një pikë pyetje të thash 100 nërë. Ore, po nëse, po puna që ne po shikojmë që votat kanë dalë, kështu që mbi këtë premisa do duhet të shohim çfarë po ndodh. Sepse kaq komisioner, këta vjedhin njëri tjetrin, ku i kanë pas sytë? Këto duhen vërtetuar. Dibra e kishte vërtetuar. Jo, nga videot duhen vërtetuar. Jo, më këto janë... Po, duhen vërtetuar dhe duhen marrë nga spaku dhe këta komisionerët që kanë bërë këtë devijimin e kësaj do shkojnë që ta dinë, domethënë, ata që punon ndjet ta dinë që kanë për ta, e diku shkojnë. Janë në burg më gjithë, minimumi është burg. është minimumi disa muaj, po thotë është minimumi burg, sikur po thotë minimumi po shkojmë për pushime. Eksakt. Do shkojmë në mendoj se ka gjoba. Po duhet ja thuash çik me seriozitet, sikur ato minimumi burg. Mua më bëhet qefi që do shkoj në burg, që t'jemi sinqert. Po, se s'duhet. Jo, e di pse më bëhet qefi mua. Dale më burg se kanë deformuar vullnetin aty. Fal, sepse këta ose duhet i nxjerrin nga burgu Jorida, Flogerti, ose ose të bojnë pentito edhe të tregojnë me fakte dhe ta kuptojmë se kjo histori tani që na dhim se çdo njeri që shkon në burg. S'është për të dhimbur. Por këta janë viktimat, me fjalë, komisionerët e partive janë viktima se u kanë thënë ç'keni ju, mos u mërzisni se na keni neve mbrapa. Jepini drejtim. Ja ta filmoj vetëm këtë pjesë momenti që jo ti mund të flasësh bal, s'ka lidhje. Kanë qenë viktimat komisionerët. As u apriste mendja mbot atyre se më lë votat e ne. Do hapin votat e Tiranës
dhe besoj se nuk kam për ta bërë ndonjëherë që t'i shkojnë mend në zgjedhjet e ardhshme që të bëjnë të tilla marifete për partitë politike që gjithmonë kanë shfrytzuar, jo vetëm komisionerët, por çdo që kanë pas, me drejtora, me varsa, me sekretar përgjithshëm që shfrytëzonin to anëtarët e komisioneve dhe burgun e bënin këta. Kurse këta tani gjithmonë I shifshin nga jashtë. Për mua falenderuar në këtë rast duhet Aulon Kalaja, e kam shumë seriozisht. Po e kam thënë dhe live në emision. Aslan Dogjani, pra Ilir Ali Mehmeti, këta kryengritësit në Partinë Demokratike, që pavarësisht që doktori tha unë nuk ja jap vulën e partisë dhe logon e firmën për të shkuar dhe për të kërkuar këtë, ata përdoren çdo instrument ligjor derisa arritën ta realizojnë atë qëllim. Dhe këta tre zotrinj që unë përmenda, njërin Kamës, tjetri dy tjerët në Tiranë, duhen falenderuar publikisht, njërin Durrës, tjetrin Tiranë për guximin. Ishin dhe ata të Durrësit për guximin, ishte kjo zonja Kuçana. Dhe ajo kërkoi. Klesti, na e verë pas herë atë foton kështu se. Ajo sërish mbështeti Kalar, domethënë Aulonin, sepse në qoftë se e ka pas pak të lehtë kërkesën Ilir Ali Mehmeti në Tiranë, se kishte përballë një zonjë fundi. Po, patjetër. Aulon Kalaja nuk e kishte kaq të lehtë. Sepse unë është sepse kur ndodh live kështu është. Jo, do respektosh ftuarin aty të. Jo, po ishte duke folur dhe unë po e regjistroj një kosisht. Ai është në marketing aty tani se sepse këta e din se kjo gjë ka thënë Trumpi, 75% marketing, pjesa tjetër punë. Kështu që për mua Auloni e ka pas më të vështirë nga gjithë për te shakave, me Zotin ndoj. Edhe për shkak të entourazhit që ka sotria. S'ka vetëm emrin tim, po ka edhe entourazh. Patjetër. E gjeni vetëm. Dhe votat ishin goxha 8000. Sa mori Auloni? Auloni mbi 8400 vota. Po 8000 sa kur them se se di fiks. Po mbi 8000 vota. Lëviz në 1000 vota me zotrim. Po nëse siç del në çdo kuti, ndoj ka marr nga minimalisht 5 vota që si ka, këtu na ndryshon situata. Jo vetëm në PD ka një situatë të tillë, por ka edhe një situatë në Fier për shembull, që është kërkuar hapja deri numërimi të gjitha votave. Patjetër. S'është dhe afër mandatit Nisma Shqipëria B. Po, është Azmer Dulevici. Po, Azmeri, po, Nisma Shqipëria B me Azmeri është më afër mandatit. Që është më afër mandatit? Patjetër. Por tashmë ngrihen pikpyetje. Po, sepse në Fier se mos e çojnë 12-3-1. Besoj se ikën Zegjinea, sepse kështu është llogaria. Ikën Zegjinea nëse është bër marifet me votat e Nisma Shqipëria B, se aty ka kërkuar zoti Lapaj që të hapet. Pra Shqipëria bëhet më saktë, ka kërkuar që të bëhet rihapja kutive të votimit. Tani duhet të sqarojmë që KQZ-ja gjithmonë e hap 10% kutive të votimit në Shqipëri. Po e zgjedh kështu si thuash random, si thonë, rastësore, për treguar nëse ka pas apo jo deformim vullnetit të sovranit apo të njerëzve që kanë votuar. Nuk e di, mund duket si joshje që Partia Demokratike i ka bër Adriatik Lapajt ose si një afrim që Adriatik Lapaj po bën me Doktor Berishën. Po patjetër. Ka pas diçka frikë. Patjetër, më fal, po ju vetëm t'ia them këtë. Po e bën sepse në momentin që e kërkon Adriatik Lapaj dhe aty komisioni Kasi është i ndar 2-2 nga partitë politike dhe ligji zgjedhor thot në momentin që gjysma e Kasit kërkon hapjen e kutive ajo ndodh. Dhe këtë hapje këtë kërkesë e bëjnë pikërisht përfaqësuesit e doktorit për Adriatik Lapaj. Ne dim si funksionon, po kush është vullnet politik ai? Vullnet politik. Ta them dhe një diçka çka ka ndodhur në këtë zgjedhje? Se ti e di që unë nuk gënjej. Qëllimisht jo. Qëllimisht. Tani si verifikohet ky rasti? Dhe pastaj do të them se çfarë është bërë tjetër. Si verifikohet ky rasti? Ky rasti verifikohet kështu, hapen videot, pamjet filmike, se nuk e kupton dot nga kutia. Hapen pamjet filmike kur janë numëruar votat e subjekteve. Dhe votat e subjekteve duhet të referojnë